Tjetër që është e rëndësishme që duhet të dihet pse mbeti premja e kurbanit dhe ku është zanafilla. Sa herë që të përmendet Kurban Bajrami, vetiu mendja na shkon te Ibrahimi alayhis salam. Dhe e dim se pejgamberi I vetëm I Allahut xhaleshanu që Allahu I ka kërkuar një kërkesë më të rëndën me sprovu ka qenë Ibrahimi alayhis salam. Çka ka kërkuar Allahu xhaleshanu për Ibrahimit? Ta flijoj djalin e tij, ta bëj sakrificë, ta bëj kurban djalin e tij. Allahu xhaleshanu e përshkruan kështu dhe thot: dhe kur fëmia pra Ismaili u rrit për ardh sa ti ndihmojnë në punë babait të tij, Ibrahimi I tha: o biri im, kam parë ëndër se duhet të pres, çka mendon ti? Ismaili I tha: o baba im, vepro ashtu siç je urdhëruar, një mend do të bindesh se nëse do Allahu, unë do të jem I durueshëm, I ka thonë Ismaili alayhis salam Ibrahimit. Pra sa herë që ti pret kurban, sa herë që bën nijet me blejat kurban dhe me prejat kurban, ta din se ti po e pret atë kurban në vend të evladit tënd, që Allahu të ka nderu me një krijesë tjetër. Allahu të ka nderu me një krijesë tjetër me thonë që jo, se evladi është I dhimbshëm, evladi është I shtrenjtë, I çmueshëm, andaj merre këtë krijesë që e kam bën për ju, për nevojat e juja dhe preje për Allah. Dhe preje për Allah. Këtu duhet shkoj mendja. Mirë po, zanafilla nuk është e Ibrahimi alayhis salam në prerjen e kurbanit. Ta dim se kur dy djemt e Ademit alayhis salam patën mosmarrveshje mes veti, zgjidhja e tyre ishte të presin ka një kurban për Allahun, dhe cili kurban të pranohet tek Allahu, ai është në të drejtën e tij. Pra kurbani është qysh në fillimin e njerëzimit. Prandaj është I rëndësishëm vëllezër të nderuar.